Mirëmëngjesi të shikues të kanit, dëgjues të radios Kanën 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili edhe sot ka gdhiri thellët me temperatura që parashikohet të jenë një lloj gati pa lëviz fare, një lloj me ditën e dieshme. Pra pardje ka qenë goxha freskët, dje edhe sot dhe në ditët e tjera në vijim, një 10 ditë shponjër, parashikohet të jetë domethënë një mod i nxehtë, një mod korriku, gati, më tepër se sa qershori. Me qenë se fjala, sot jemi premte, data është 19 qershor 2026, e eksakte ora 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni miq një orën parë për të prenotur numrin tuaj në 069 40 41 003. Pra mirë se erdhët gjithë në këtë premte. Çdo mëngjes zgjohemi me mendimin se bota duhet të ndryshojë, që njerëzit ndoshta të bëhen më të sjellshëm, më të drejtë, më të ndershëm, e kështu gjëra është të thënë, që rrugët jetë të sigurta, familjet më të bashkuara, shoqëria më e mirë e tjera. Por ndoshta pyetja më e rëndësishme është kjo. A mund të bëhet bota më e mirë nëse vetë ne nuk përpiqemi të bëhemi më të mirë? Sepse e vërteta është se bota nuk është një vend i largët. Bota fillon te neve, domethënë, te secili prej nesh, te mënyra se si flasim me të tjerët, te vendimet që marrim, te zgjedhjet që bëjmë kur askush nuk na sheh. Dhe pikërisht për zgjedhjet do flasim sot. Sot nuk kemi vetëm një temë, sot kemi aq tema sa telefonata do kemi. Është premte shtunë, domethënë siç e do zakoni, sa telefonata të kemi, aq tema do kemi. Çdo telefonues do të përballet me një dilemë të ndryshme, një zgjedhje të vështirë, një kurth mendimi, një situatë ku nuk ka përgjigje të lehtë, ku secili duhet të zgjedhë, të argumentojë, të mbrojë qëndrimin e vet. Mund të jetë dilemë familjare, mund të jetë morale, mund të jetë zgjedhje që prek parat, dashurinë, miqsinë, fëmijët, të ardhmen, ndoshta ndërgjegjen etj. Dhe më e bukur është se askush nuk e di paraprakisht se çfarë dileme do t'i bjerë. Ndaj, nëse mendoni se dini të argumentoni, pak gjimnastik mëngjesit të mendjes, nëse mendoni se mund të përballeni me një zgjidhje të vështirë, nëse keni guximin të mbroni mendimin dhe kur nuk është i lehtë, bujrum 069 40 41 003 dhe provoni, domethënë, si më thonë veten, provoni veten, ndërkohë që tjerët ju dëgjojnë. Sepse ndonjëherë nuk janë përgjigjet që na tregojnë kush jemi, janë zgjedhjet. Pra, miq, 069 40 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë. Okej. Mirë. Amore che vieni amore che vai të njëve. 069 dashur miq, 40 41 003. Pra, sikundër se keni vënë re, sidomos javët e fundit, në çdo të premte dhe çdo shtunë kemi aq tema sa të telefonata do të kemi. Pra, sa telefonata do prenotojmë, do të përzgjedhim për program, se jo gjitha futen. Kështu që 069 40 41 003. Telefonata në mëngjesi. Mirëmëngjesi e Trujti Molli zoti. Gjithashtu. Kush jeni nga? Lushtushi i Shkodrës. Edhe një herë? Lushtushi i Shkodrës. Lushtushi. O lush. Ba me ta mojt zoti shneden me punu, nuk ka zor. Nuk ka zor me punu, me mojt trupin, me mojt mendën e me mojt çdo gjë. Jo, sigurisht. Ha? Sigurisht. Duan kjo ishte pyetja apo ishte kështu? E the. Si fjali përshëndetëse. I di qa është në këtë jetë. Po janë fut shumë me shkatru Shqipnin. Jam djetë në kesë. Po, nuk janë me punu këta. Po mirë. A rrezik me njerëzimit. Jo, dakor. Ne jam marrë protest. Jam kanë bërë prezident janore për të punë. Unë kam me shpirt bardhë e rini, po me kanë terminia po. Po, s'to pyeta për këtë. Ja, pa. Dën populli, se sjetohet me 100.000 lekë pension. O vlla, po s'to pyeta për këtë më burr. Duhet me punu më burr. Po punon më vlla. Po ku me punu? Ku s'jan me punu? Ku s'bjen ujit? Ku s'bjen këtë? Po mirë, më fal, pse më kërkon llogari mua, se kuptoj. Ha? Pse më kërkon mua llogari, se kuptoj. Jam t'i kërkuar rinis. A më tha se po flet me mua vlla? Rinis. Unë kam me rinin, me shok tuj. Po mirë, janë programe tjera ato që merren me këtë punë, vlla, ne kemi temë tjetër. Ha, çfarë? Po ama. I lume ai si me gjakuj. O vlla, kë ke marrë më burr, se s'po kuptoj. Ha? Kë ke marrë më vlla, s'po kuptoj. Unë kam marrë zotnin që kam fol ka herë me te dhe jam knoq me te. Po dakor, valla, po duan ti e di që ky program ka një gjë të caktuar. Pse duhet me bëu domethënë programin siç do ti? Ja, si duon, ja.
Po si do një molli zot. Mas me aba kuj që s'ke qef me të aba kush. Dakor, vlla, po të shyn kjo, unë kisha temë tjetër. Atë mur fat keqen, ne qof zotit keqen të unë. Po jo më zoti di ku e çon. Të mirën Ta rinin shqiptare, veç ta. i ka rënë gabim vlla se nuk Shqiptare këtë vend. O zotri, i ka rënë gabim se nuk është emision me tilla pika ky. Më kupton? Po të kuptoj. Po kur e kupton pse vazhdon më burr? Ha? Si ja thot. E kena ngusht mër. E ke çfarë? E kena ngusht për zotin se jetot pa ujë, pa rrugë, pa... Në rregull, vlla. Bo. Ky që kryesor. Po mirë më mirë se unë e kuptoj. Të gjithë bëjnë trima, sidomos edhe të ndershëm kur dalin në radio për televizor. Ja për zotin. Pa te, po të shkusur ka mu më zotri kanë program tjetër, ti vjen më aprish programin? Ja, unë jam të të rregullu pasha Po zotin. ju më e di vetëm se rregulloj, faleminderit shumë, rosh për zotri. Hajt ta prim zoti more ta mojt zoti shneten. Të rryzet zoti mend e kokës ty. Ata që lypa të talon zoti, me mojt me të keret, tamam. Po, ki parasysh një program tjetër, vlla. Aha. Atë ku lamlomi shkan vju hamar aldo. Po mi më mendoj që shko të dentisti më zotri. Jo këtu. Vju lamlomi mër. Mor zotri, shko të dentisti, jo këtu. Po e di, po. Po çfarë them unë ty tani? Ai dentisti do lek. Në rregull, aha. O, ky s'ka njerëz që ankojt apo kush e di ti? Mirë. Temat e tham. Pra, çdo telefonat, një temë, një dilemë vete. 069 40 41 003. Po, në hangrit të mërshme, në hangrit 4 minuta kohë. Okej, mirë. Me telefonatën më mëgjesi. Mëgjes, aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Gjenardi nga Tirana. Gjenard, si e sot vlla? Mirë. Me shëndet? Mirë. Shqyr. Ke vjetë mirë, Gjenard? Urzo? Ke vjetë mirë? Jo, mirë fjeta, mirë. Dhe nga ora përse gjysë fjeta, kam fjetë që nga ora 10, mbrëm. Mirë ke bërë, vlla. Herët bitën se s'kisha bën. Atë me që po flemë më shumë nga ç'duhet se më përpara rjes zgjuar gjithatën. Po do trupi ka të vetat dhe buri, do të vetat, e diti. Do orë të vetat, do ato të vetat, kështu që... Do, po deshe me shpa botrorën edhe natën vonë, po se shoh do nga natën vonë. Marrë. Zë gjumi po, e bëj që i kapur me zët ullët, po... Unë për shkak të orarit punës të unë edhe kap në një, me thonë drejtën, për qef. Hajde, po e më mirë për qef, për kam kapur këto darkë, si kam kap në orat 7, në të dy ndeshjet e para, pastaj orat 12, pastaj në orat 3, pastaj, Qa të bësh për hajde? Qa të bësh? Mirë, zemra, mirë. Ti rofë që kujtojsh dhe merë. Ja, më nga njerë marrë sot ditë. Jo. Jam shumë i lumtur për të, sinqerisht. Faleminderit, vlla. Plak, do më thonë është... Qa pyetje ke, vlla? Nëse më kopë më muhabet, do bëhet pyetjet ju tani. Ne jemi në shtëpi? O patjetër. Apo jo. Patjetër. Mirë, zemra. Falenderoj shumë vllajt, përqafoj. Dua forte të falet gjithë. Shëndet me mbarsi, gjithë të mirat. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Luna nga Tirana, po mora për të thënë jo për temën, po... Jo, i kanë gabim. Vetëm për temën, shpirt. Mbyll telefonin i çfarë. Vetëm për temën. 069. Ora mos kam marrë në udhëzim, apo jo. 069 40 41 003. Pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në Radio Klan në frekuencën 92.9 në Fama. Vjoni miq për të prenotuar. Përqendrohemi tek tema, të tjerat kemi edhe 22 orë të tjera për t'i bërë. Ndajte ta shumë miq. Vazhdoni për prenotuar. Provojmë. Telefonata më mëngjesi. Mëngjes. Jeni nga Prishtinë? 7 herë parë nga Lushnja. Edhe një fal? 7 herë parë nga Lushnja. Jo, po kush jeni thash? Unë jam Xhodet Koçi. O, Xhodet si jeti? Mirë, jam i pensionist. Sa mirë. Edhe pas dhe temë kam marrë dhe tjera, po nuk kam kapur do të linja. Mos e vrit mandin. Ishte një diçka, një kështu që janë gjëra që ndodhin, janë edhe si parim, po edhe si që kanë ndodhur në jetë, mos më njohja më shumë. E marrë. Tani, mirë. Edhe hipokrizia me, dhe po s'pati qartë. O Xhoda, më dëgjoj pak, se kam një pyetje për ty. Po. Një i afërm, joti,
të kërkon që ti të gënjesh për ta shpëtuar nga burgu. Tani, pyetja është, do gënjej për familjen apo do thohet vërtetën? Kujdes. Unë jam tip i sinqert dhe nuk i pranoj dot ato. Një minut, thash një afërm. Ki parasysh. Kuptoj edhe atë që thosh, shiko, ti emisionet i bën shumë konciz gjërat dhe e vën ekuivalent me njëra tjetrën dhe ne vihemi shumë herë po si vështirë. Jo, nuk është pozitiv vështirë, është thjesht një gjimnastikë e mendjes. Ore, unë uroj me zemër, inshallah s'të ndodh, inshallah do zoti. Unë do të uroj sinqeritetin tim që kam në jetë. Pra, do e shpëtosh nga burgut duke gënjur apo? Jo. Burga? Burg. Zotërisë me gojë gjithjetën gjej. Shiko, unë kam drejt të respektoj e jam minor, po... E ke parasysh që zotërisë më ajde, apo ja? Në më slasë. E ma ha tani. Ore, tani, unë se di qa moshe keti, po? Jam pensionistës. Në pension? 68 vjetës. Do me thanë, ti ke telefon? Telefon? Apo flasë në telefon, ba? Jo, e kam fjallë, ke celular, e ke tëndin? Po. E ke vënë re vitet e fundit sa numra ke fshirë? Ja. Do janë shok e amiq ato afërm që kanë ikur nga kjo jetë. Nuk të kuptova. Ska gjë. Ta kam fjalën që me njëri tjetrin nuk kemi pse prishemi. Më kupton? Dakord jam, po edhe për ekstreme nuk jam. Jo, s'po them ekstreme, pa diskutim që jo. E ti e burr me mend, po. Se e ruan që qëtë si njeriu, bënca e sape nuk është keq, apo jo? Po e sape thonë që kështu nuk dalin gjithmonë. Po s'dalin, ti bëj tënde, vlla, ti bëj tënde. Më kupton apo jo? Edhe faleminderit për misionin, pavarësisht se unë ndjek faktikisht. Aha, e di. Nuk flas shumë, nuk kam folur një herë. Po s'ke shtuar, ti një gjëra do thuash, çfarë do thuash? Ja, pra në mos e the ti e tha e tjetri, çon si ka. Kohë kam sa duhet, po e lëm radhën e tjerë. Atë thuaj. Mi më Flori. Shëndet e mbarësi. Shumë abedi. Mirë. 069 40 21 003. Pikërisht në klan dhe një gosisht në kombëtare dhe klan në frekuencën 92.9 FM. Ora është sa vajti 7:18. 7:18 minuta. Vjojme dhe telefonat albim mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Fisti? Në me pushe jam. Si dukesh ti? Mirje? Si plakët, qka? Ma mirë plakët. Hajde ne, të vëzorë. Herë si tri, herë si pleq varë nga koha, po me në dvesh? Shqy inshallah mirë qofshi. Eva, mirë shumë. Erdo. Të karon në hisa në pjesë duhe një pyetje e tillë që, për shembull, larg qoftë, djali yt shkakton një aksident ku humbet jetën një njeri. Po askush nuk e di që ishte ai, vetëm ti e di. Pyetja është, e dorëzon polici apo e mbron si prind? Apo kush ka? E zotë me qumë. Pa di që se zoshme? Si me i tonë? E rari që të bërë që dhe të është në. Dakor që është në e marrëshëm, po tani që do bësh një rast të tillë, larg qoftë? Apo ta mendoj njërë? Ha? Do të vjen për punën time dhe të ndele. Apo ta mendojnë dhe pak? Jo, ma mirë ndërja të të vdiq që e dorëzon policitë, më thanë. O, për zotin, po. Me gjitha të, mendoj edhe një. Faleminderit. Rofshin amore, të uroj dhe unë gjithë të mija. Shëndet e mbarësi, telefonat e mëngjesi. Një mëngjes dhe të. Kush jeni nga Fisti? Tani nga të rritë. Ma tanë, nga ta kavësh. Jo, prandaj dohet dhe atë tjetër, gjithmonë nuk do të kanë po, e të e di të këtë. Urdhëro? Nuk do të jemi një... Dëgjohet të keq, po, e kur fleta imi, po. Edhe një të no?
Ja, zbat eksperiment komplet tjetër. Okej. Mirë, jemi me Angelin tonë Tiranë. Djalo, hëmo? Mirë mëgjesi, Aldo, mëgjesi edhe nga dita e sotme. Ama që bëhet? Jemi në store, këtu jemi sot në sheshin Skënderbej, Aldo, të pozitanuar. Ka lëvizje sot. Po lëvizje do ketë normal, se nuk është... Pa tjetër. Nuk është eklipsi sot, do ketë lëvizje, dieta. Ka lëvizje, ka jo, po se ndonjëherë ka më pak në këtor, por jo, sot ka gotë. Po ka më varet nga ora, nga kohë, nga moti. Varet nga rruga, për shumë. Edhe nga moti. Te gjysma qeti ka hije. Te gjysma ndë i ka djel. Që që njerëzit e shmangin djel tani. Apo ja. Edhe kalojnë këtej, pa tjetër. Që ke bërë, jeruar? Ke bërë një gjëti në ftyrë, që ke bërë? Jeruar, që ke bërë? Jo, pasjes ka bërë. Se më duke është ndryshë nga tje? Vërtet? Apo është hije? Po si duket, bje hija. Mirë. Çfarë lajme s'ke verifikuar dhe ke qenë i pranishëm? Pra, do fillojmë t'i heqim të me të thëna, ma tha. Tani do filloj t'jem prezent, Aldo. Normal, si se ka mësuar në shkollë? Se ka mësuar në shkollë të? Apo jo? Po, pa tjetër. Edhe kur jemi në vendngjarje. Bravo. Po ja për shumë, por të parin, Aldo... Ose për shumë, nuk e qenë në vendngjarje, se s'pun tjerë gjithandej, pa diskutim, por ke shkuar atje, ke vajtur, ke marrë të buzën, ke marrë taksi, ke marrë linjën, ka interesuar, e ke ndjekur të informacion. Po si mund të ndjekë, është një ngjarje që ndodh brenda ambienteve të shtëpisë, për shembull, brenda ambienteve familjare. Po ma thuaj njerëz, si mund të futesh ti? Si futesh do të brenda familjes? Sigurisht. Atëherë, kjo bëhet vitin e dytë apo ke qenë pushim vitin e dytë? Po. Fillohet me përgjegjësinë e shkallës. Fillohet me komshin. E të tjera, e të tjera. Po këto i bëjmë ne. Këto i bëjmë, mirë, të riqem. Nëse i bën këto të riqem atëherë. Po patjetër se normalisht nëpërmjet këtyre burimeve vjen lajmi tek ne. Bravo. Deri në momentin që ne redaktojmë dhe sjellim pas në program për ta komunikuar me ju. Redaktimi keni çik probleme po hajt. Jo, unë redaktoj, po pastaj shiko Aldo, ka një gjë që kam vënë re unë për shembull. Kur jep lajmin ti, jo ti, por çdo kush, domethënë lajmi sido që të jetë, edhe lajm informativ ose lajm edhe më urban, ti do duhet të jesh objektiv, domethënë, në dhënien e lajmit. Bravo. Dhe prandaj unë, domethënë, është kjo pjesa që ndonjëherë edhe mezi të vjen fjala, se të kërkon të jesh objektiv. Ndryshe shumë nga një komunikim i thjeshtë që mund të bësh ti. Dhe ndonjëherë mezi të vjen dhe fjalat. Po prisja, si lidhen gjërat, po prisja taksi ndje për të shkuar diku. Po. Dhe dola aty te Trauti, te Roja Klani dhe po diskutoni me ato, sa ditë taksia, ke parasysh çfarë do bësh? Po. Dhe këtë më thanë Rojet, sinqerisht. Po këtë shprehje pak a shumë. Po diskutonin ndje rastisht, pa në kështu. Si lidhen gjërat, e shikon? Jo, se ka. Lajmi të kërkon të jesh objektiv. Bravo, këtë më tha ai shkurtër, Roja, si ka ai, ne çuni. Po lajmi Aldo nuk të lë hapësirën që ti të jesh i lirshëm për shembull. Ti i lirshëm mund të jesh në momentin që jep një analizë tjetër, po lajmi të ngurtëson. Analiza zemra. Kur të bëhesh laborant, po. Bëj analizat. Unë jam tip i lirshëm më shumë, jam tip më shumë i lirshëm. Pra ty të pëlqen tepër analiza se sa lajmi. Mirë, edhe lajmi, nga lajmi do ta nisim, po kur japim lajmin duhet të jemi objektiv, duhet të jemi të saktë, domethënë. Por ty të pëlqen një fjalë që ti mund ta thuash gabim, mund të transformoj komplet atë rrjedhën e lajmit. Bravo. Këtë më thanë dhe Rojti. Dgjoj. Dhe prandaj mundohesh të jesh saktë. Ty të pëlqen më shumë raporti, reporter apo analizë? Brenda lajmi gjithmonë. Mua më pëlqen sepse duke ditur që dua të punuar në media, më pëlqen e gjitha, por je i prirur edhe te analiza më. Te analiza, unë tepër sigurisht që ke kaluar këto raportimet, ai në moshë të thyer më ndryshe. Edhe raportim. Po mirë, analiza mund të bëhet analiza është kur e vepër nga një moshë. Ka një moshë tjetër, mund të bëhet edhe nga ne, patjetër. Ne japim çastin ton, ju jepni çastin tuaj dhe pastaj kësaj. Analiza bëhet tamam, domethënë, gjakuri komplet. Në qartë. Patjetër. Atëherë, varet. Do raportosh analiza apo lajm tani? Si e ke ndarë mendjen? Tani do japim lajme ata. Hajde pra. Jemi objektiv deri në fund për të komunikuar lajmin e parë, i cili ka të bëjë me një vajzë materialiste, Aldo, e cila e ka njohur djalin me qëllim.
thonë që domethënë duke ditur që djali vinte nga një familje shumë e pasur, me ardhura shumë të mira ekonomike, e ka njohur me qëllim Aldo për të përfituar prej tij ardhurat ekonomike. Po kush e ke? E ka njohur vetëm muajin e parë, ja do të ta them tani, vetëm muajin e parë vajza e ka kërkuar 7 milion lekë me pretekstin se jati i saj ka qenë sëmur. Dhe do bënte një operacion në zemër. Por Aldo mbasi ja ka marrë 7 milion lekë të djalit, thonë që është dukur dhe nuk është dukur më, nuk është parë më. Po s'është parë pra se do operohet jate, aty është. Po, sikur të ishte e vërtet kjo, por djali pastaj investigimeve. Më fal, pse I thua ti materialistë? Çfarë keq që ka thjesht? Për shembull, fjala vjen. Materialist ti doje të martohesh me gocën e Nuriut, që është kpucar në Berat, apo me gocën e Trumpit? Ti vetë. Po mirë. Si mirë, ha? Në këtë botë materialiste jetojmë. Prandaj po them, mos e paragjykoj ka drejtë. Dakor, të drejtë ka. Po tani timi pa dorë as ka fare të drejtë ka. Po tani edhe të përdorës sëmundjen e familjarit, që s'ka qenë fare e vërtetë. S'ka qenë e vërtetë kjo? Po s'ka qenë e vërtetë. Po s'ma them mos, apo the në fund. Tash në fund ta thash, po nuk ka pasur fare sëmundje jadi Aldo. Ajo ti ka marrë lekët edhe ka ikur me pushime më pas. Shefin e saj. E kuptova. Iku tjetër. As doktoris ka pasur, as. Iku tjetër. Pastaj Vjera Aldo tenton të pritë marrëdhënien e djalit. Një vjet. Një vjet se ka tentuar të pritë marrëdhënien e djalit me Nusën, sepse si pastaj djali kishte humbur vëmendjen ndaj prindërve. Është që stadi që hera herës edhe mund kaloj në mashtare. Dhe më pas Aldo se thoni u puste vetëm sherr me njëri tjetrin çifti të ri, ku I thonte që vajza flet keq me ne, vajza nga shere nga më të ndryshmet. Nga shere më të ndryshmet, po. Krijonte shere, inskenonte shere nga më të ndryshmet situata ashtu dhe pastaj I thonë që I ka gjetur një vajzë tjetër djalit, I thotë të ndau ti me këtë dhe martohu me vajzën që kanë. E verifikove këtë besoj këtë si lajm, a? I verifikuar dhe I saktë. 100%. 100%. Tjetër ke? Pastaj një sherr ka ndodhur Aldo midis dy zonjave, 77 vjeçare për zotrin 80 vjeçar. Ato dy janë edhe në këtë moshë Aldo, edhe në këtë moshë ka këtu gjëra të tilla. Sepse në fakt ato janë të zonjat ju kanë ndruar jetë bashkëshorte të dyja zonjave edhe zotërisë gjithashtu. Dhe tani thonë që kanë krijuar një lloj lidhje, nuk e di si mund të jetë kjo lidhje. 77 po lidhje. Seriozisht? 77 vjeçare zotëri. Ja, një sekond. Tani mendo veten, 80 vjeç. Po. Se ti do vdesën 140. Me vrezion. Po. Me ushqime që ham ne, po. Hajde urojmë, shpresojmë. Të zihen për ty 2 gra 77 vjeç. Ti je 80 ndërkohë. Shkon kjo? Hajde kjo po. Aldo, tani ato janë zënë se donin ta merrnin. Njëra nga ato po zotria shiko. Po ta merrte për çfarë? Donin ta merrnin në shtëpi, domethënë. Po për çfarë? Po dion për çfarë. Për të ngrënë petulla me djathtë në mëngjes. Po dion. Mirë. Edhe Aldo një seri madh. Pra, tu desha ditë. Një seri madh ka. Shpejt pastaj. Kemi reklamat. Pastaj vajza 19 vjeçare lë lekët që familja I kishte hequr për shkollimin e saj Aldo për operacione plastike. I ka marrë lekët me pretekstin që do të bënte një pagesë në shkollë dhe lekët e tjera pas do I jepte me këtë për shkollimin e saj në universitet, por ja që ka ndodhur komplet ndryshe, vajza është transformuar si shton me ndërhyrje plastike që ka arritur të bëjë në trupin e saj. Mirë, okay. Edhe këtë ke verifikuar besoj. Kjo është e verifikuar, ma ka thënë një shok ma ka treguar edhe është... është verifikuar, ta ka thënë një shok? Qartë. Po, ma ka treguar dhe foton e transformimit para pas, before and after, dhe të shikoje që është vërtet vajza e transformuar komplet. Prindrit, I takove prindrit e vajzës, ja? Po, jo, si kam takuar, ja. Vetëm vajzën, janë e buri. E kemi parë, po përderisa kam parë foton Aldo, shikoj transformimit. Jo, e marrë veç, po tani. Është vërtet e vërtet. Tani ti ke bërë vetëm analizë gjaku. Ndërkohë mjeku thotë bësh gjakurin. Kështu është lajmi. Në rregull? Po mirë, po I verifikuar që është se unë kam parë me provë transformimin që. Po prindrit I pyete? Po prindrit nuk jetojnë në Tiranë, do duhet të ustojnë pak larg. Sa? Ku do shkojnë? Po ja, në veri, bëhet fjalë në veri. Në veri të kujt? Në Dibër, në Peshkopi. Dibra? Nga Andej vjen vaj. Po sa mban Dibra nga Tirana? Sa mban Dibra nga Tirana? Po kush e di? Një 3 orë. Po pse? Po kush e di? E pra. E ke afër më birë, e ke shumë afër. Afër e kemi, ja. Prandaj po.
Hajde të postojmë, kemi kohë. Në rregull, atëherë presim nesër të shkosh takosh prindërit. Bravo. Gëzaria. Mirë, shumë pak momente publicitet dashur miq për të ardhur me vrapë në studio. Nuk vonohemi. Okej, shumë minutare. Dashur miq, vijoni për të prenotuar në 069 40 41 003 pikërisht në Klan, në një kostisht në kombëtare Radio Klan, në frekuencën 92.9 në FM. Doa të kujtoj dhe diçka. Për sa i përket sjelljes, për sa i përket botës për të bërë më e mirë. Bota për të bërë më e mirë që llaf i madh shumë llaf i madh. Ç'mund kemi me botën, po bota është fjala për botën që ne na rrethon. Pra për të sjellë mirë me të gjithë personat, sepse jo rrallë herë ka ndodhur që një person sot e takon, ose përshëndet, ose si flet fare, shëndësika, dhe befas merrveshje nesër nuk jeton më. Ndodh gjithmonë. Kështu që nëse ju takoni njerëz për ditë, për shkak të punës, për shkak të komshillokut, apo nëpër dyqane, apo nëpër markete, përshëndetini dhe folini. E di pse? Sepse ajo mund të jetë ndoshta dita e fundit që ju e shikoni ata. Kush i di? Zoti ka mistere. I ka misteret e panumërta. Është shpreha sot je nesër si e, kështu që çdo person që ju takoni, që ju shihni, që ju përshëndesni, nuk i dihet. Mund të jetë dita e fundit që shikoni. Asnjëherë nuk i dihet. Dhe kur ndodh, larg qoftë sigurisht, ti thua, "Ua, po ndje takova." Pra, mendoni sikur nga gjithë njerëzit që ju haseni mesatarisht për ditë, për 2 prej tyre sot mund të jetë dita e fundit. Kush i di? E them këtë, jo për të mbajtur mendjen, jo për t'u bërë të ndjeni keq, jo, për t'u sjellë mirë. Sot dikush ka ditën e fundit në këtë botë. Si dihet, mund të jetë komshiu juaj, mund të jetë pastrusja. Ku i dihet? Me telefonatën e mëngjesi. Mëngjesi, Aldo, si jeni? Mirë, si jeni, kush jeni ju? Unë jam Irena. Irena. Jo, po. Miren? Si jeni, a jeni mirë? Mirë qetë. Unë mora në fakt vetëm për qef, për të përshëndet për emisionin. U t'i rrofshim, motra? Në fakt nuk e di cila është tema. Jo, këtu është një temë ndryshme për çdo telefonat, varet si ky tek. Aha. E kuptova. Çfarë teme keni ju, lutem? Po u lut fare, domethënë. Ja, për të hapim. Ti me Irena e ke me I. Irena me I, po. Atëre. Partneri ju të tradhton vetëm një herë dhe pranon dhe vetë. Tani, ti e falë sepse të tregon të vërtetën, apo ndahesh sepse tradhtia ngjelet tradhti. Kjo dilema. Kjo absolutisht është absolutisht që ndahesh normale, edhe si kur të regoj, në që se e bën një herë dhe ta bëj prapë. Me të vetmin argument që nëse e bën një herë dhe e bëj prapë. Po. Ky është argumenti. Po, ujkuqime në ndërron, në zakonin nuk e harron. Jo, po flasim për bashkëshortin, flasim për ujkun. Po, bashkëshorti, po nuk është shumë e vështirë, nuk e di, më them që është shumë e vështirë. Nuk e di se pa provu nuk mund t'jap një përgjigje të saktë. Larg qoftë, s'ta provosh mi çfarë. Larg qoftë. Por besa kemi dëgjuar është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë për të vazhduar jetën, ditën, për të rritur fëmijët, çdo gjë me atë angstin, besoj unë, që mund të kesh për di që ja ky prap mund ta bëj, mund ta. Është një diçka që nuk të lën qetë. Them unë, mendoj unë. S'ke siguri këtë po thua. Nuk ke sigurinë. Kur nuk ke sigurinë, gjëja kryesore është për një partneritet që të keni siguritë e njëri tjetrit, besim, kjo është gjëja kryesore. E marrësh. Nëse për mohabet më tepër. Mirë, motor, shumë faleminderit për telefonatën. Edhe juve gjithë mirë. Magari është sa më mirë. Edhe një telefonat, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Amo, mirëmëngjes. Kujtimi nga Librazhdi. Kujtim si e ti? Mirë, Aldo. Kujtim? Për temën. Po. Për këtë temë, po, qa do zgjidhni ju? Qa do zgjidhim ne? Ja ta shohim dhe më dhe me kë kujtimi, kë. Dy kë janë hargjuar.
Okej. Kujtim. Po. Të ofrojnë 5 milion euro. Kushti është, nuk ke punë më me familjen. I merr apo i refuzon? Do merja drejtimin tim, Aldo. Edhe një herë prapë nga fillimi. Po. Të ofrojnë 5 milion euro. Po. Kushti është, nuk do shohësh më kur familjen. Dhe pyetja, dëgjoj pak është, i merr këto para apo i refuzon këto para? Pak decizive, do i refuzoja sepse thash, po u shkpute përfundimisht ke humbur gjithçka lidhje me familje, me parafisi, me gjithçka. Është një burgosur i përjetshëm pastaj. Okej, oferta shkon në 15 milion euro. Unë them prap shumë dilemë është, Aldo, sepse janë hipotetike, po prap po shkputje lidhjen, ajo njeriu prandaj jeton, Aldo, vetëm të ketë lidhje, trashëgimin gjithçka. E kuptova. Oferta e parafundit është 50 milion euro. Atëherë do i merja përsipër, do shkputesh, Aldo. Sepse ndryshoi gjithçka, pastaj vetëm në distanca, gjithçka do merje përsipër të shkputesh. Sepse do krijoje familjen tënde, pastaj do zbutesh, Aldo. Jo, s'ke më punë me ata. Jo. Po. Dhe oferta e fundit, di cila është? Po. 1 trilion euro. Na trullose që mëgjes, Aldo, po. Pinçi kuj. E piva. Po do pranoja, leku është zotin tokë, Aldo. Zotin tokë. Po i more këshu dhe mos bësh krim është zotin tokë, Aldo. Mos bësh krim. Ti beson vërtet që kështë ofertë? Prandaj e bërë? Po. Do t'japi ty 1 trilion euro dhe do lësh familje? Po do e lija, ato do shikë një jetë në tyre, po ngjo, jeta vetëm njerë jepet, po mjafton mos i fitosh me krim, Aldo, mos i fitosh me gjërat vështira, që të ngelin gjatë gjithë jetës, po... Po njeriu tani përdor trurin. Trurin? Po. Ti mendon që vërtet do ditë dikush do t'jepte 1 trilion euro ty? Po jo, ne e thamë, është hipotetike. Si e shite familje ka që pëllaj më burë? Është hipotetike, Aldo, është hipotetike. Mirë, dakor. E di si thonë o ti... Jo, e di si thonë, të keqe mos... Vetëm fjalë turta mos na thuj. Jo, nuk të them. Është Google i plot. Thashë do jepi tem tjetër për punë femrash e çiftesh e kështu pas ka. Jo, për çift se je gjatar? Jo, s'jam gjatar. Po ti të për çifte çfarë? Jam si i kryqëzuar, Aldo, domethënë jo gjatar. Hajde. Aman ma burr, aman. Merr pasqyrën dhe shive vetën, i kryqëzuar. Po çike këto më burr. Një ka qenë i kryqëzuar, ti e di mirë, apo jo? Po. Hajde. Qatë i thush, aman, qatë i thush. Prit bëjnë që pauzë, se qam të folë. Okej. Po, kemi ko për telefonatat. 069-2221-003. Dhe provojmë telefonatat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes telefonatat. Kush jeni nga Prishtinë? Rovi nga Italia, flas. Rovi si e? Mirë, faleminderit. Mirë je? Po mirë, ja, ashtu si pa punë, në shtëpi tani se s'po na vin klienta sare. Qa biznesi bën ti? Jo, unë punoj në një hotel, po nga që kjo javë ka qenë bosh fare, Aldo. E be kemi marrë ne turistët, nga Italia kanë ardhur tu. Shumë mirë e kam, me të ndara. Tani, Rovi, më dëgjoj çik. Po. Ti në cilin qytet je në Itali? Në Rimini. Në Rimini. Sonte mbrëma, përpara se të flesh, do të mësosh një të vërtet që të ndryshoj jetën tënde përgjithmonë. Po. Do ta dish apo do zgjedhësh të mos e marrësh vesh kurrë? Jo, do ta di, Aldo. Vërtet? Po kur thuhet do ndryshoj jetën tënde përgjithmonë, edhe për mirë dhe për keq, nuk e di as. Po mirë, ndoshta mund të ishte që ishte nata fundit sonte për mua. Jo për ty. Mund të jetë për një njerëz që ti e do shumë. Jo, po mirë, ta merresh gjithsesi ta merresh vesh, Aldo. Je sigurt? Po, jam shumë e sigurt. Okej. Pra nuk e frikë. Nuk e frikë, s'është punë frikë, po. Fare nuk kam frikë nga asnjë gjë. Do të rish pastaj pjesën tjetër pa gjumë, pa me ankth me kështu? Po s'ka problem. Je sigurt? Ka mjaft të di se çfarë do ndodhi. E kuptova. Mirë, zemër.
Falenderoj shumë dashur për telefonatën e rrofshin. Amore provojmë tjetrën. Telefonata e mëngjesi. Toni nga Hollanda, mirëmëngjes. O Tono si jemi? Mirë ato, si jeti mirë? Çfarë bën tani nga Hollanda? O, mirë fare, ka fillu vapa edhe këne. Vap në Hollandë? Po, edhe këne vapë është. Po ti ku je në Hollandë? Apeldoorn, nuk e dhja keni gjuna herë. Jo, se kam një gjuhë. Afër cili qytet madh është? Utrecht. Aha, je rregullu mirë aty, je qetë. Po, qetë. Atëre. Shkrepe, Aldo. Dilema për ty është kjo. Po. Një mjek, një doktor të thotë, ka vetëm një mundësi. Mund të shpëtojmë jetën e nënës tënde, ose të gruas tënde. Zgjidh. Apo ta mendojmë? E vështira. Pa do e di unë që e vështirë. Gjimnastik truri. Që me mjetë. Vëllaj, me thonë drejtën, të kësha zgjedh për nonën. Seriozisht e ke? Nona një është. Aha, po pse sa gra ke? Po një kru komë vërë. Mirë, shiko që të bos ngeli me në. Një minut që... Gruja është nona kalamujve. Pra ndaj po them, që i menoj mirë këtë punë. Mirë, ta bëjmë që pyetje më të lehtë. Ta zëm se ti ke një makinë shumë të mirë. Makinë? Makinë. Po. Në vend të parë do ulësh mamin apo nusen? Apo ta shtymë për javë tjetër të? Shtymë për javë. Në lego. Valdo, se jo me nusën këto kur. Pra ne po themë, e mora veshur. Sa e dëgjova që fjalinë e ke cigarë me pengesa, thash, aha. Që ka me roba ty, pas ka arko mëshia, thash, lëre. Mirë shoko, shumë të fala nga shtëpia, të uroj gjithë të mirat. Hajde, gjithë të mirat. Mirë, jemi në Vlorë, figurë, mo? Mirë mëngjesi edhe në Vlora. Afro që mikrofonit, s'ke që na ika në një mikrofon, ha? Po. Se të ka shku mikrofonit e kërtiza, ha? Po qatë të pejpë. Por e bukur ashtu në Vlorë, me dhe dhe drejtë në Vlorë, ka filluar dhe në aktivitetet e mëngjesit, si që kemi të një gjithmonë, por përveç këtyre aktiviteteve që dihet vrapje tjera kanë filluar për shembull edhe disa zotrinj pash dije me thënë të drejtë ku kanë filluar dhe pikturojnë, marrin ato telaje të tjera. Po mirë, po e bukur është këtu se ndonjëherë edhe ai hati të fut në shere, në debate se... Po pse më edhe për piktura zjeni më? Jo se zjemi për piktura që kush e bëri më mire, pse bëre ti atë që bëra nuk ka të bëj kjo fare pjesë. Po një zotri do më thënë kishte donte të pikturonte diçka, do nuk e di atë botën e tij që kishte ai si i thon, por që donte të pikturonte diçka. Dhe her pas here shikonte një zonjë, domethënë pet fjalë që ai zonja ishte e re, le ta themi rreth 40-ave, dhe shikonte her pas here, domethënë, por që bashorti saj duke parë këtë njerë, dyër, i është afruar afër dhe i ka thënë ore nuk po më pëlqen ai shikimi qa halli ke, ku qa të mundone. Kupton? Asgjë i ka thënë ai ka filluar me ato justifikime si shiko se ne kështu po pikturoj, duhet të bëj diçka, domethënë, po fillonte pe shpjegonte për që zotria domethënë si merrte vesh në këtë pjesë. Dhe nga inati ja ka marrë atë telajon pastaj ja ka në shell, vetëm për fatin se nuk donte që ti pikturonte apo të merrte ato detaje çfarë ai donte, domethënë që ti ishte në telajo. Ja ka marrë nga inati, pastaj ka hedhur poshtë. E kuptova. Tjetër ka dhe nga ta. Nësa një sherë ka ndodhur në një kalçetë në Vlorë, do pasi disa çuna kanë bërë atë lojën e tyre të futbollit, por duke vënë me një bast përsipër. Domethënë që kush fiton do me lek edhe në atë darkën që normal e dijej, domethënë që duhet ta jep. Mirë, po ajo skuadra që ka humbur kundërshtare nuk e ka arritur ta plotësojë atë kusht, domethënë se kanë nisur ai debati në fillim si me shaka, derisa ka arritur edhe në ofendime, por që fatmirësisht jo në dhunse. Po çfarë të them unë tani, këto gjëra që qa betë zëp me këto gjera që nga ta zësh. Po s'ke nga zë fare njërë, po që punë ashtu që të zjesh për gjera të vogta, është dhe një lajmë tjetër ato, ku dy goca kanë debatuar ditën e djeshme në një nga to
ambientet ku bëhen ftojnë, si i thonë. Po. Por, në momenti që njëra nga ato i ka thënë klientja, le ta themi, në momenti që ka shkuar atje për t'i thënë shiko se i dua në këtë lloj formati, në këtë lloj zbukurimi e tjera, ja ka bërë, por e bukura është se sa po ka dal nga kushe? Ajo dyqani, di si mund ta them, nuk është estetika, nuk e di si i thon ndryshe. Një nga ata thonë që ai kishte bërë i ka rënë aty ka nisë dhe është rikthyer përsëri, i ka nisë, po, i ka rënë thoj dhe imagjino që t'i bie një femre, t'i bie thoj është diçka, domethënë, po, si me ata bllok, kuptova. Sigur të bie një bombë, me thënë të drejtën. Po fatmirësisht ajo ka qenë vetëm, jo me të dashurin apo me ndonjë se do kishte ngrënë ai të gjithë ato të përtitur, po ka shkuar përsëri tek ajo zonja që ja bëri atë. Debatet pasaj llafet e grave dije. Më burr, shpejt se vajtë ora 8. Edhe një? Po jo, këto kishin paka shumë me të drejtë. Po mirë. Majni fort Glorën, ore? Po, normale. Kemi ku temi. Mirë. Ecim. Bjet kemi shumë pak momente dashmiq. Publicitet për të rikthyer me vraptë në studio, nuk vonohemi. Mirë, të dashmiq, ja të kemi përsëritur në studio, ndërkohë që ora është 8:09 minuta, për të vijuar me një tjetër temë në një tjetër moment programit. Do flasim sot pak për dasmat. Ka qenë dikur një kohë kur një dasëm bëhej për të nisur me qëllimin e vetëm për të nisur një jetë bashkë. Kjo është. Sot, pa diskutimin që ka ndryshuar kryekut, se nga ndonjëherë duket sikur bëhet për të marrë sa më shumë pëlqime në Instagram apo në rrjetet sociale. Janë këto që nga hyrjet me fishek zjarre, te video të kinematografike, nga fustanet që kushtojnë sa një makinë deri diku, te sallat që rezervohen tamam si koncerti i Vienës një vit përpara. Dasma është kthyer në një industri emocionesh, por edhe presionesh. Dhe pyetja që ka qenë dikur a e do, sot duket sikur pyetja është sa e madhe do e bëjmë dasmën? Po martohet çifti apo po garojnë familjet? Po festohet dashuria apo po ndërtohet një spektakël? Dhe në fund, a mbetet kujtimi i një dite të bukur, i një nate të bukur, apo fatura një borxhi që zgjat me vite? Këto dhe shumë tjera, sot kemi në studio Frederika Muçën. E dashur mirëmëngjes. Përshëndetje, faleminderit. Je ti dash marr pa fund me këto evente. Duan dikush quhet dasmë në një event. Është në eventet kryesore në jetën e njeriut. E cila i shikon nga afër ëndrat, debatet, kompromiset, ndonjëherë edhe çmenduritë që përfshihen në një dasëm apo jo? Apo nuk është shumë? Besoj se egzagjerova që? Jo, përkundra si. Besoj se ftesa ka ardhur si rezultati i zhurmës i borive që ndjen në fundjavë në kryeqytetin ton pafund. I borive bllokojnë autostrada? Po detyrimisht sepse do kaloj presidenti. Tani, po bëhen dasmat sot për çifte që martohet apo për njerëzit që do e shohin në rrjetet sociale? Pyetja e parë. Tani shikoj një çik. Çfarë të kam parë sytë çfarë ke prek? Po, në 34 vjet është një evolim i jashtëzakonshëm, të themi të drejtën. Gjithsesi mund të themi që... Këtë po i thoj gazetares, Frederika është njeriu muze. Është njeriu muze, që do të thotë 30 sa vite, si ka evoluar nga tranzicioni... Kam luftuar bashkëmenuset. Mimi që... Vitet e para kanë qenë të vështira, ndërsa sot është shumë e lehtë për një nuse për të shprehur dëshirat e saj, për të realizuar qëllimet e saj. Jam kurios për ty vetë, në gjithë të vite eksperiencë. Dasma pa fund, sigurisht që si mbalë mund, pa të temë. Të gjitha. Je ke bërë në pyetje vetes, ore këta po martohen për publikun, apo më martohen për vetën vetë? Tani shiko një çik. Në gjithë këto vite, me thënë të drejtën, kam pas një klientel edhe një çik më specifike. Dhe detyrimisht ajo çfarë më ka bërë është që jam unifikuar me dëshirat dhe qëllimet e çifteve dhe jam bërë, domethënë, ke bërë kompromis me veten? Detyrimisht dhe kam bërë të pamundurun që t'ju arrijë qëllimet dhe dëshirat. Shpeshherë i kërkojmë ta personazhe, sepse kushdo në punën e tij përpiqet të investojë dhe të nxjerrë ide të reja në treg.
ne shqiptarët jemi shumë interesant, jemi të çuditshëm, ne duam më të mirën, ne duam më të fundit, ne duam ne duam atë që nuk është bërë akoma, ka mundësi ta krijojmë dhe ta bëjmë neve. Do të thonë, unë jam i bindur që fjalia e parë mos i prezantojeni me çiftin, kur e keni juve, mbasi vendoset pak a shumë koha. Data. Duam diçka që s'ka bën njeri. Çfarë do të thënë kjo për ty? Të shtrydhësh trurin mirë. Të shtrydhësh trurin mirë, jo se nuk mungoj një det, po si tha ai më jep një pikë në hapësirë dhe unë zhvendos pak. Kështu që ajo që kam vënë në re në përgjithësi, domethënë dhe të kalojmë në gjëra çik më esenciale është sepse pikërisht kjo përgatitja para dasmës dhe në një moment që çiftet e kanë marrë vetë stafetën në dorë për organizimin e dasmës së tyre, ka bërë në forcimin e lidhjes midis çiftit. Për arsye sepse ata kanë bërë një unifikim të dëshirave me idetë, mundësinë e statusit ekonomik, dhe në këtë moment ata ekuilibrohen si çift mes tyre. Domethënë, kjo është fazë përgatitore që forcon lidhjen në çift. Ky është provimi i parë. Provimi i parë sepse ka pas dhe nga ata që nuk e kanë kaluar provimin, ë. Seriozisht e ke? Po më ka ndodhur një rast e mbaj mend për të trondit për gjithë jetën. Që u nisën për dasëm dhe u ndan? Po, një muaj para dasme, nga që tekat e nusës ishin një çik më të tepruara. Kjo fjala teka, kjo na futet sherr. Pra është dëshirë po tek. Kam përshtypjen përderisa shkoj në ndarje dhe ketë kaluar masën e dëshirës. E çuditshme. Domethënë, jo, unë tani nisa me atë që nga ajo fjalia e parë që dua të më bësh një gjë që s'e ka bërë askush, dhe fjalia e fundit. Faleminderit që punuam bashkë. Sa ka ndryshuar kjo ideja e parë, do të thënë, ose më saktë, kështu ka qenë që ka ndash ata, pra që s'e ka bën njëri këtë? Shikoj një çik, e rëndësishme është që e sot e kësaj dite marr mesazhe emocionuese nga nuset, qoftë nëpërmjet një letre në zarf apo nëpërmjet SMS-s, po. Edhe në momentin që i kalojmë pritshmëritë e tyre, kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj mendoj dhe ne, domethënë e kalojmë ato kufirin e masës, sepse e dim që në përgjithësi psikologjia e popullit tonë është një çik e pangopur. Jo gjithnjë do të ngelemi brenda finesës, elegancës, por ta gjejmë atë me pakës tepri që të ngelem përfundimisht, jo të kënaqur, por shumë të kënaqur. Kështu që është një punë kërkuese, duhet të bësh gjetje artistike në përshtatje me psikologjinë, jo vetëm të çiftit, por dhe gjithë dasmorëve. Fiks, këtu disha dilje, domethënë që ti nuk është se ke punë vetëm me nusën e dhëndrit, me ata rregullohesh. Po ti ke vjerën, ke kunatat, ke gjitha i ke bishpin. Tani pyetja është cili është klienti më i vështirë në një dasëm? Është nusja me dhëndrin apo vjerja apo kunata? Nga eksperjenca 34 vjeçare. Po e thua ti ose thot njëri? Në përgjithësi ndeshemi me çiftin, por jo se nuk ndeshemi me gjëra që i kemi ndarë detyrat edhe me pjesën tjetër të familjes. Kështu që një nga problemet kryesore është edhe më e pasgjithshmja dhe më e vështira, lërë të jesh përgatitur, të kesh filluar punën për përgatitjen e dasmës një javë përpara, gjëja më e vështirë është lista e emrave. Sepse ka ndryshime dhe momentin e fundit. Me atë merrni në përgjithësi, prandaj doja të dilja këtu, në përgjithësi u alë vetë çiftit ose familjarëve që mjafton të ma sillin gjysmë ore para se të filloj dasma. Po e kam kaluar këtë detyrë për arsye sepse gjithnjë ka ndryshime dhe momentin e fundit. Po çfarë ndryshime mund të ketë? Ndryshim tavoline, sepse te kjo tavolina nuk erdhi kjo, se do shtoj këtë dhe këtë do e shpihet tek tavolina atje. Se nuk flasin ata? Nuk është vetëm se nuk flasin, por nga ndonjëherë dhe momente, po ka dhe ashtu, ajo është gjëja më interesante, sepse ti do kujtime ndër vite, më ka bërë përshtypje këtu e gati 20 vjet, po të ngele në mendje, një tavolinë me 4 veta.
Dhe shqyr që i bashkoj dhe ato dy çiftet me njëri tjetrin, sepse ata nuk flasin me këtë, se nuk flasin me atë, dhe është shumë interesante. Po edhe në shoqëri, ata mund të jenë edhe pjesë e shoqërisë, nuk është vetëm pjesë e familjes, po. Kështu që sot një pjesë e rëndësishme në pjesëmarrje është shoqëria. Të ftuarit e... Po, se me fisim, pe që janë dhe jashtë, nuk? Edhe i ndan një qik fisim, po, i shpje, po nga një familje, nga një familje tjetër, po. A ka rase kur dasma duke si një lloj betejë prestigji mes dy fiseve? Mo të vore të ferit shumë. Po, vjem për të qeshur, sepse po, vërtet ndodh. Se cili do të tregoj fillimisht statusin e tij ekonomik, po. Ashtu si kurse ka dhe shumë shpesh herë që kamuflohen, prandaj bëhen dasmat e përbashkëta. Dhe në atë moment një familje mban dhe barun e peshës, së shpenzimeve dhe të familjes tjetër. Kështu që ka dhe kështu rastesh, por ama shpesh herë ndodh që të... Do në dikur fisi i mirë, fisi përsmari që ai që kishte dëshmorë. Dikur, sot tani kush ka për shumë lekë, te pike zes. Kjo dasa është bërë halli balë. Do përshtatemi. Sigurisht që në dasë mund të marrë zë kredi, apo jo? Ka paketa, do më thëmë, bankare të cilat, këtu edhe 20 vjetë për para kanë dalë këto, por fillimisht dhe deri diku dhe planifikoheshin, ndërsa tani përpiqen që të shmangen. Fredrika, cila është gjëja më e rëndësishme që çiftet mendojnë që i duhet, po në të vërtetë si duhet fare? Nga ato që nën zë ju quani budalliqe. Mjaft gjëra, po sepse ka të bëjë me psikologjinë e njeriut, do më thënë se si është formuar, shkollimin ndikon shumë, dhe ka mjaft gjëra të tepruara. Ka gjëra të tepruara, sidomos kur fusim këto motivet tradicionale, popullore, por të inskenuara. Nuk del si burimi i brëndshëm, do më thonë, kur vishet familja ose nusja me kostumin e vërtet popullor, po kur merr pjesë të asamblit ose të këngëve dhe të valleve popullore, është shumë emocionuese kur ke të bësh një martesë të shqiptar me të huaj, po kur ansamblin shtetëror shumë, me në mos ansamblin shtetëror, grupe polifonike të ndryshme, të cilat hynë artificialisht në dasëm. Nuk hynë në mënyrë unike, të jetë një vazhdimsi. Nuk është se pyesin shumë për kostot? Marrësh ansambli? Të bie më lirë të marrësh Andrea Bocelli? Shpesh herë ndodh që këto janë edhe surpriza, përpiqen që dikush, një familjar, të bëjë dhurat një surprizë të kësaj natyre. Kujt ja bëj? Por ama unë qoftë nuses ose dhëndrit. Por me thënë të drejtën e shikoj një cik të shtirur, jo të natyrshme. Mua më pëlqen kur në një dasëm vendoset qetësi dhe kur ja marrin asaj këngës me iso vetë dasmorët. Dhe bëhet më e natyrshme, sepse sa do të moderuar ta bëjmë dasmën, gjithnjë do të kemi një valle popullore, do i kemi të alternuara, dhe sidomos kur janë çiftet nga krahina të ndryshme, përpiqet që të ketë ekuilibra midis dy familjeve. Javën që vjen jam në një dasëm, martohet një shok, duan ti po fletëm, po përpiqem ta përfytyroj popullore. Ky është nga Gramsci, në fakt, çuni. Pa. Qa mund të kemi se ka gjanë motive? Si mund t'i dasma? Shiko një qik tani, çfarë më kujtove? Një regjizor. Mos të ndaj i televizionit tuaj. E martova shumë vite më përpara dhe ishte nga Gramsci. Dhe në një moment që u bë celebrimi, atje jashtë natyrë, unë provizua, dhe në kështu rastesh përpiquni shmangeni atë punonjësen e bashkisë, thot sa fjalë standarde. Është më mirë një njeriu që ju njeh mirë juve dhe të thot sa fjalë të brendshme, që i ndjen dhe është më një bekim më i vërtet.
Dhe duke folur ai shoku i vet i klasës dhe ai regjisor duke i ndërtuar shumë bukur ato, dhe në një moment që flet për sakrificat e babait që rriti 3 djem të mrekullueshëm, çohet Xhaxhai siç ishte atje në rrjesh dhe thot, "Ke të vërtet më djalë, ke parasysh si ajo kur ngrë njeriu dollitë, por ishte një gjë aq e bukur, aq origjinale, saqë mua më ka ngelur në mendje në ndër vite. Ishte shumë e natyrshme." Dhe në vazhdimësim të bisedës prap pati një ndërhyrje tjetër nga Xhaxhai tjetër që mos I ngelej hatri, por ato ishin shumë origjinale, shumë të vërteta. Dhe ne kemi nevojë për jo anën atë skeniken, të dukurën, kemi nevojë të fusim pikërisht këto elemente, jemi të vërtet në atë çfarë bëjmë. Ti po thua tradicionale, po çka ka ngel tradicionale, se tani që nga dekori, për shembull, nëse një çift që thotë dua një dasëm luksoze, po flasim për elegancë në këtë rast apo po flasim për shfaqje? Kur do luksoze, do një çik një ngarkesë, një çik më mundësi vi me helikopter. Më të tepruar. Po ka dhe kështu pse. Kanë mundësira pse mos I realizojnë. Gjithsesi ka mjaft dhe dasma që janë fine, elegante, të personalizuara, sepse kjo është më interesante sot, që I referohemi një tematike të caktuar. Dhe këto dasmat kanë më vlerë, janë më mbreslënse. Është shumë më mbreslënse një dasëm, qoftë edhe me pak veta, diku aty te bregu I detit, që fut motivet e detit. Është paq mbreslënse një dasëm ku fut motivin e ullirit, që është një tradite e trashëguar që nga koha e Skënderbeut. Këtë motiv unë jam përpjekur ta kultivoj, që në momentin që sa mbaron celebrimi ka mundësi të mbjellim edhe një rënj ulliri. Domethënë njeriu I gjen format e moderuara për të ardhur në bashkëkohësi me element mbreslënës, por njëkohësisht ruhet tradita, domethënë I merr elementet e traditës, jo se nuk I merr, por I sjell në forma të moderuara. Cila është dasma që unë se harroj kur sa të jetë jeta. Domethënë një shoku ynë, mbushi 2 furgona, I kishte marrë ai me lekë veta, si më thënë, po këtu e në 2000 pak ishte. Na çoi të gjithëve në Tushemisht dhe na vajte 3 ditë. Si një shoqëri. Të marrë punë aty, vetëm shoqërinë. Mos e harroj këtë. S'maj mendas çka kam pirë, çka kam fare. Film duket as muzikë jo. Po sepse e bëre të vetë, e krija të vetë atmosferën. Jo, e bëre jemi sa sikur dinim që në. Po, me sigurisht, domethënë kënduat, pa. Siç mbaj mendun që në dasmën time ka qenë nga dasmat që më erdhi shoqëria në 90-ën, nuk mendoj të vinin 20 shokë. Mund të ftojë 2-3 shoqe, po jo 20. Dhe duke krijuar atmosferën e dasmës me që I dhan shumë atmosferë, vjeri im, me gjithse nuk ishte vënd të nesëm dhe në thot, hajde lidhë nesët e dasma ime. Kështu që pa. Në fundit, dhe më dhënë, qare bën një dasëm të paharushme? Sigurisht kujtimet specifike. Çfarë mbaj mendon? Qoftë edhe një element shumë I thjesht, por fisnik. Në vend të qerasjes që janë këto konfetat, që zakonisht është një qerasje që bëhet mbas dasme, një nuse u dha të gjithë nga një ronjë të një luleje. Dhe ajo ishte shumë të gladiolës. Po, gladiola është një lule që hyn kështu në këto shpatoret dhe është simboli I 40 vjetorit të martesës, pa. Edhe ka shumë lule, është shumë interesante. Është një gjë shumë fisnike, një gjë shumë specifike, një gjë shumë e veçantë. Shumë e bukur. Një gjë tjetër shumë interesante me një çift ka qenë ati te ka I tapeti ata shkruajtën gjithë periudhën e njohjes së tyre. Dhe njerëzit që vinin lexonin, kishte momente të caktuara që shikoj edhe fotografi.
ose në fillime një nga gjërat më specifike që unë nuk do haroj kur në jetën time dhe nëse ai çifti më dëgjon do të ishte shumë interesante. Nusja pavarësisht se lindur rritur në Tiranë, nusja ishte me origjinë nga fshatrat e Lumxhorisë së Gjirokastës, ndërsa djali ishte nga fshatrat e Përmetit. Dhe në një moment të caktuar dasma ishte tek Toskana, kur ngjitesh e lart në katin e dytë dhe duke qenë se kishte shumë shkallë që ngjiteshe, unë i vendosa Gurzalli. Sepse janë zona që kanë prenjë, kalumenj, Dhe në çdo Gurzalli shkruajta emrat e fshatrave të çdo krahine. E kuptova. Dhe ishte shumë interesante se të gjithë dasmorët ngjisnin shkallët e zbrisnin. Përpiqeshin të më kapnin në gabime që mos kishim haruar emër të ndonjë fshati, por ishin të gjithë fshatrat atje. Vetëm kur u kthyen mungonte një gur që ishte fshat i vogël. Dhe i them nuse sepse ato Gurzalli ata i morën dhe i vurën në xhakun e shtëpisë së tyre. Dhe i them nuse më mungon një fshat. Mos, apo fshat i vogël e ka marrë vëllai im. Sepse kishte nostalgji kur shkonte në pushimet e verës. Kështu që këto janë element të shumë mbreslënë sepse sa luksi dhe dukja e tepruar. Çfarë merr ku ka çifti, sidomos kur hidhet dasma në rrjetet sociale, pra fillojnë këto krahasimet filani kështu, tha unë kështu. Se kjo është gjithë se u martuam disa këtë vit, një palë tjetër po bëhet gati martohet viti që vjen dhe duke dikur ta shtojnë kërkesat, shtojnë çudirat. Shiko, ajo që më bën më shumë përshtypje është nuk është më meraku që në ngelen të kënaqur nga ushqimi. Ky ka qenë problemi kryesor. Na duket si në shekuj, po. Pastaj pavarësisht të pëlqen se pëlqen nuk është më është zgjedhja ose në shërbimi lokalit. Do të pyes më fal se më që më hahet në ushqimit. Po pse dasma konceptohet gjithmonë si ushqim, pa zotin. Është të mërshme vetëm kur i shef që vinë. Po, është trashëguar në një farë mënyrë kjo sepse njerëzit historikisht përpiqeshin që të gjenin mundësinë që ta mbushnin pjatën me sa më shumë mishra. Po edhe mish. Shiko, ndodh që dasmat janë përhapur në gjithë vitin, por tradicionalisht në të kaluarën, kryesisht kur vinte vjeshta, sepse ajo është periudha e artë, begatisë, pjellorisë, po në kohën që s'kishim frigorifera dhe këto ishin dhe zerzavatet dhe frutat dhe ajo ishte periudha tamam me artë për të bërë dasëm. Problemi kryesor i çdo familje ishte të siguronte mishin. Mishi pra mishi. Mishi ishte po. Ty të ze, kurse pjatat që vinë me mish të ze. Sepse po një mish e sigurova në këtë krahin, një do më vi që andej, sepse kam një mik këtu që do ma sjelli, dhe ndoshta ajo ka qenë që e trashëgua me një lloj stresi. E kuptoj. Dhe diçka, sot jemi data 19. Qershor. Deri në shtator, sa dasma ke? Do ta hap bllokun dhe kam parim që nuk i numëroj. Jo, e marr vetë. Vetëm që përpiqem të bëj organizimin. Domethënë, kur kemi ngarkesa, unë nuk i lë për momentin e fundit, por filloj muaj më përpara që të realizoj. Po diskutim. Po pyetja është kjo, domethënë, presim ta zëm do kesh 20 dasma, po ja puskop, s'ka rëndë. Pak a shumë. Të gjitha ato janë spektakle në vete? Jo të gjitha, shumë njerëz përshtaten dhe brenda mundësive që kanë, ka shumë nga ato që e bëjnë dasmë shumë minimaliste, sidomos gocat që vinë nga Evropa, që kanë marrë një kulturë tjetër, një shije tjetër, edhe në fustan, edhe në veshje, janë shumë minimaliste, po, duan gjëra shumë esenciale, nuk ka nevojë për ngarkesa, duan sa më shumë natyrë, mjafton të fusësh një element me lule natyrale, dhe letin edhe 2-3 lule, nuk është nevoja që të shpenzojnë më shumë se ç'duhet. Ne pastaj kemi dalë. Jemi një përplasje shihesh lindje perëndimne si popull tani. Të themi të vërtetëm. Do ne themi një lloj busulle të orientuar.
Apo jo? Gjithsesi, ndikon shumë në gjithë botën dasmat marrin një status internacional. Ka një zhvillim. Kjo nuk ndodh vetëm tek ne, ndodh në gjithë botën. Gjithsesi, ajo që vëre unë kur martohem të huaj me shqiptar, ata e ndjejnë rëndësinë dhe atmosferën e jashtëzakonshme që krijojmë ne në dasmat tona. Dakor. Shkojnë me mbreslënje të jashtëzakonshme. Federika, edhe ne kur shkojmë në Kongo, në Afrikën e Jugut, ndihmë çudi dasmet atyre. Për atë punë. Po tani, shkon një dasëm 100 milion? Dhe ka shkuar edhe më. Po, do më thënë, tani mes kësaj, nëse do martohesha, do bëja dasëm, do më thënë, më binte më lirë të mire Andrea Bocelli. Tëftuar. Të kuptoj. Gjithsesi shiko, populli ka një shprehje, është më mirë të dish apo të kesh. Kështu që gjithë një kemi thënë është më mirë të dish. Njeriu i gjen ato shtigje që të bëj një gjë klas, fisëm, ose po bëhet një gare madhe është të mërshme. Por ndoshta ne nuk kemi të atyre garave. Ne jemi të garës së mendimit dhe të evolumit në forma të tjera në shoqëri. Më bëri shumë përshtypje këtë që the. Dasma lërtjet një... Gotat që vinë nga Europa janë minimalistë, janë thjeshtë. Dhe me shije, sigurisht. Po. Si është puna? Më ka ngelur në mendje mamaja një vajzë që ajo vajti në Austri për dasma, dhe mamaja një koket duke i thënë që ke lënë orar me parukierin, ke lënë po ma, i kam siguruar të gjitha, dhe bëri një tualetë thjesht atje tek pasqyra, një timari për drodhi ato flokët dhe vuri një shkop tek flokët, dhe gjatë gjithë kohës thoshte ajo, ma unë kisha mundjen tek flokët e saj që ose do i shkasin. Asaj edhe po t'i kishin shkitur flokët do ishte në natyrshmërinë e saj dhe do t'ishte pa. Frederika, falenderoj shumë e dashur, me kratë leta, ti që ofshje më këtë punë, tani se kështu është për tëmë, apo jo? Gjithsesi, unë do të thoja një gjë në mbyllje të kësaj. Nuset në përgjithësi kanë qenë ato ndërshekuj luftëtaret për të realizuar dëshirat, qëllimet dhe kanë arritur revolucionet jashtëzakonshme. E qartë, me lekët e burit. Me lekët e burit, sigurisht. Gjithsesi, në rëndësi ka që shoqëria është zhvilluar. Ore, në fundi shu hallesh paqim. Detyrimisht teknologjia po na globalizon dhe ne do ecim me trendet edhe të botës si mbas statusit ekonomik të çdo familje. Dgjoj, kur të bëhet krejt normale kjo vajtja në hën, se tani na duket çudi, bëu gati Frederika. Për një dasëm në hën. Nëse. Më fal, kur e ke marrë celularin e parë? Sa vite ka? Po, sa doli. S'ka kaluar shumë. Kështu që mos u çudit. Bëu gati për dekoren e hën. Faleminderit, do të ishte kënaqësi duke mbajtur flamurin, elementët e para të dekorit për të... Nuk do jemi të parët, po do jemi të pestë, po do e bëjmë ama. Edhe të 10-tët, mjafton të shkojmë. Unë jam i bindur që ti do e kapësh. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit. Me kratë leta. Faleminderit, urim shumë i bukur kjo. Mirë shumë, ja të kemi dashur miq me Armanin ton të muzikës. Hamo dere. Mëngjes nga muzikë. Hamo, mblodhës brëmë? Në fakt, unë mblodhëm, pa quaj unë mblodhëm, se nuk është se unë mblodhëm, do në thënë që të rinim shumë gjatë, por ishte disa diskutive të vogla midis njëri tjetrit. Për çfarë mblodhet mbrëm? Po, për Ezelin unë por. Ezelin, më tregon çik. Po mblodhem për Ezelin edhe normalisht zonja të kujtonin ato kohrat kur ishte dimër që vinin para ekranin dhe tregonin ngjarje. Po kishte nga ato që thonin, po ja kishte një histori dashurie ashtu, apo dikush thoshte vajza ime inshallah gjej një burr si Ezeli. Pra, ishte nga këto dhe temi që në farë mënyre... Pra, cila prej zonjave mori pjesë? Mund të di me emër?
me emër, nuk e di nëse mund ta pranoj apo jo, po. Emër dhe pa emër. Po pra, pa emër. Tefta për shembull. Njëra prej tyre ishte Violeta, edhe ajo po thoshte që vajza ime, domethënë ishte një burrë si Ezeli, atë me atë bukurim, me atë pamje. Sa e ka gocën Leta? Më thënë drejtë aty tek rreth 25 më ka bojë 27. Vetëm po mirë ma, si mund ta thot Leta ty përballë, ti çun beqare, ai gocë beqare. Kundër shoni nga Ezeli plakon, përveç se ke fytyr, dakor. Po ndryshoj. Po ndoshta mund të pëlqejë kom ti, a? Mund të pëlqejë. Ama, po ti pa ti baro me emrin, se nuk është se ke po me patjetër, por jo, dhe unë i bëra një pyetje, i thash, po të shikoni aq larg, i thash. E kuptoja? Po se kemi që kuptoj, pse shikoni aq larg, i thash, duke pasur mundësi që të jepni njerëz që keni vërdall, ndonjëherë e mira thash, është aty aq afër, saqë nuk e shikon sepse Arman, si që shikon për te. Çfarë pikash të përbashkëta keti me Ezelin? Tamam. Po çfarë? Po, domethënë ai aktor, unë korrespondent, për shembull. Pjesë televizionit të dy. Një gjë e përbashkët. Po, një. Ai është marrë me artin edhe unë po ashtu dikur që bëja muzikë. Ti ke lindur pjesë për shembull te festivali Arbrecht. Ti ke lindur me artin, po, tjetër. Po. Tjetër. Për inteligjencë, nuk e di se sa është, po unë përpiqem që di diku. Ai qoftë, domethënë, se për ty e dimne. Nuk e di çfarë, nuk e di domethënë çfarë mënyra se si shikojnë gjëra. Unë mendoj që Ezeli të afrohet pak ty. Të afrohet se për të arritur jo, s'me të fjalë. Tani, po të arrisim njëri tjetrin çfarë kuptimi ka që jemi ndryshe pastaj, kështu që. Tjetër ku keni përbashkë. Pra, pse kjo Leta, më shpjegoj këtë, pse Leta shef Ezelin dhe nuk shef ty? Si dhëndër? Po ndoshta mendon të që është më i famshëm, domethënë sepse fjala vjen, fama ime është kombëtare, fama e tij është ndërkombëtare. Dhe këtu mund të bëhet diferenca se pasaj. Po plako, fama jote. Po nuk i dihet, pritet, mos ndërprit. Fama jote është kombëtare, po është me zërin tënd. Ndërsa fama e Ezelit është ndërkombëtare, po është me titra. M'vjen keq. Sorry plak ty. Po, edhe kjo. Kjo nuk më vajti mendja me thënë drejtë që t'ja thoja. Thuaj sot. Po por rastisa patjetër, pse jo? Tani, me çfarë të bëjmë qef Letës teme? Po qefin. Çfarë pëlqen? Çfarë muzikë pëlqen çfarë? Me qenë se ajo pëlqeu Ezelin, se mund të mos ta përshëndesim për shembull me këngën e Serdar Ortaç, Vilsem Ki. Si ka një minutë, si ka emrin, ma thuj edhe herë? Serdar Ortaç, Vilsem Ki. Këngë turke është e bukur. Në rregull. Ç'na duhet me letrën në bërë, merrem me gocën e letës së mirë. Shumë. Është momenti për të shkuar në Shkodër. Hame zemra. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithë. Jemi zgjuar me këtë mëngjesin e bukur, po që duket që sot do të kemi nxehtë në fakt, duke qenë se që në orët e para të mëngjesit ndjehet kjo atmosfera. Di me drejtën e di. Megjithatë, kur bëhemi gati kështu për fundjavën, fillon jo trafiku, jo këto gjërat me të cilat ne nuk jemi mësuar shumë viteve më përpara, ndërsa tani kemi filluar dhe ambient. Po, më përpara nuk është se po, kur vinim në Tiranë, thonim që gjithë ky trafik edhe shqetësoheshim. Tani marrin vetë. Tani, prap nuk mund të krahasojmë me ju, por gjithsesi në fundjavë sidomos është një tmerr i madh, sidomos hyrja dalja e qytetit, zona për shembull që vjen nga Dogana, po ashtu edhe rruga tek Ura Baçalleku që tek ne, pra hyrja e qytetit. Aty sepse vazhdojnë akoma punimet dhe është një është një fluks edhe një rrëmuj e madhe, e cila shpresojmë që të përfundojë sa më shpejt. Me kismet. Pra, këto janë ato gjërat, po, me kismet, gjërat e vogla që na shqetësojnë gjatë fundjavës që bëhemi gati me thënë të drejtën. Çu s'keni pas një gjë? Jo, muzika, heng, fest, kemi kërcyer, po, deri në orët e vona të mbrëmjes. Bravo. Kemi pas festa gjithandej, do kemi edhe sonte edhe nesër, kështu që... Çfarë festa se di unë? Jo, thjesht bëjmë ne, domethënë muzikë për çefin ton, kjo është ideja. Ka një festë? Jo, thjesht bëjmë muzikë, dalim mbrëmjeve në ambiente për shembull në pedonale apo andej, ka muzikë, mblidhe njerëzit, duket shumë mirë, kërcejnë, këndojnë, bin diçka. Po kush knomi? Këngëtarët shkodran, ose vinë edhe nga
për shumë nga Tirana, emra të njohur, për shumë. A, këto që ftojnë lokalet mi? Po, këto që ftojnë lokalet, këto që ftojnë lokalet. Organizuar një usë qytet si bashki, aha. Jo, dhe bashki organizuar pa është heret. Jo tani ora po shkon nënë po. Nga darga. Po presin vinë edhe emigrantët, dhe kështu që do kemi pastaj koncertet më masive. Prandaj, po them ra. Po, edhe këto që organizojmë vetë kështu, do me thënë blidhe njerëzit aty, edhe qëndrojnë deri vonë, knaqen, arktohen, vinë edhe turistët për shembull që na shohin se si kënaqemi ne dhe ato përfshihen në atmosferën tonë. Me pak fjalë nga s'po kuptoj është Legu Letër. Po. Legu letër, knaqësia, lumëturi, pra gjitha këto merall të cilat na bëjnë që të jemi optimist për jetën. Jetë e fundit në pak fjalë. Po. Duhet patjetër t'ju ftojmë të gjithëve që të largoni stresin në Shkodër me atmosferën që krijohet. Sa me diskutime për botrorin, sa me muzikë, sa me kërcime. Pra praktikisht ne I harrojmë të gjitha ato streset e vogla, se nuk është se kemi shumë me të drejtën. Po këto të vogla të parë. Jo rroga, jo kjo, nuk është se se kemi mendjen. Na të shpenet me këtë. Se ne përdojmë shumë të njerë të vdesim, kështu që që kohës duke përstuar. Me këtë optimizm, mola e bie të mbyllim edhe programin për ditën e sotme, duke ju uruar gjithëve shëndet, mbarësi, trut në kokë dhe sigurisht dinjitet. Kalofshi mirë dhe me kismet zotit shihemi nesër. Nesër është shtunë, se di çfarë ore është nesër, se ka ndeshje. Po që do jemi, s'ka rëndësi. Kur mbarojnë ndeshja? Këtu jemi. Tung.